Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq të Partizani Channel. Ja ku jemi drejt për drejt si gjithmonë tu në Arena e Demave. Sot jemi me takimin e 18 vjeçarëve, me takimin e play-offit të javës. Kemi hyrë pra në fazën e play-offit në javën e 22. Do të jap edhe sinjalizimin, pra starton takimi i javës 22, faza e play-offit të 18 vjeçarëve mes Partizanit dhe Teutës. E ka Gugalli. Ja rikthen e Nebos, i cili ka hapësirën të djathtë, duhet një pas i thjeshtë dhe e bën mjaft mirë tashmë. Idrizaj, Nebo, mund të provojmë Banushi dhe goditja. Nuk arrim ta kuptojmë këtë vendim të gjyqtarit. Portën në këto 22 javë, por le shpresojmë të jetë një krosimi mirë drejt qendrës. E godet Dashi. Pa arritur do të shënjestroj kuadratin. Një pasim jo i mirë, mund të përfitoj skuadra e Teutës, Porta është e boshatisur. Le të shikojmë, ndërhyn aty Dashi bën herojnë me portën e boshatisur. Për gjithë sezonin, por le të shikojmë Idrizaj provon një pas, më pas Nebo e godet. Arrihet e jashtme. Përfitoi nga gabimi i Partizanit. Po shikojmë Banushi mjaft mirë, Nejt Banushi mund të përfitojë, mund të shënojmë. Banushi e godet dhe topi shkon në rrjet, zhbllokohet Partizani 1, Teuta 0, është minuta 45 dhe Nejt Banushi në festë në pankinën dhe në tribunën e Arenës së Demave, 1-0. Një lëvizje mjaft e bukur. Edhe një Partizani, Çera, mjaft mirë Idrizaj. Tashmë tentativa, mundësia për goditur Prella, topi që shkon ngjitur me trekëndshën e djathtë. Gjithmonë Sai Çera. I topi bukur drejt qendrës, Idrizaj mjaft mirë, mund të provoj Partizani. Është Karina që drejtohet qendrës, Rodrigo Karina. Lëvizje mirë tashmë më të majtën. E kjo mundësi dhe goditja. Mbyllja nuk ka qenë më e mira. Tashmë Xhafkullari, goditja ndërhyn Erna Mustafa. Por ka flamur të ngritur. Duhet të tregojmë të kujdesshëm. Banushi, Karina, shikojmë Karina drejt zonës dhe goditja. Nuk është më e mira. Po le të shkojmë të krosim. Porta është boshatisur dhe vjen goli i barazimit. Provon Teuta tashmë të gjejë avantazhin, teksa Partizani vuan dhe aspektin numerik, një lojtar më pak, një lojtar si. Ja, dhe vjen goli. Në 79. Tashmë provon Çera. Një kros i bukur, pa besueshëm, nuk e ka goditur dot Karina tashmë. Griti çupi, topi shkon në rrjet. Barazohet sfida, ka akoma lojë Djema, riktheuni në mesin e fushës. Riktheu në mesin e fushës. Partizani barazohet në minutën 84. Griti çupi, e dërgon topin në rrjet. 2-2. Freskët mund të provojë më shpejt, më mirë. Karina, gjithmonë Karina, provon të çlirojë të majtën, heziton, është në zonë gjithsesi. Rodrigo Karina, e ky pasim është pozicionesh loja, nuk vlen. Emocione, vërtet shumë emocione në këto çaste. Përfiton për një goditje këndi, topi në rrëmuj, balla, ka një kontakt. E pabesueshme. Tjetër kontakt. Nuk arrim të kuptojmë Bacaj në të dyja veprimet të shumë pranë, edhe tek ndërhyra nga pas, por edhe tek ajo prekja me dorë në zonë rreptësisë, një penallti e dukshme. Alikaj ka ngacmimin e Avramit, gjithmonë Alikaj. Mjaft mirë Avrami, ndërhyn saktësisht. I jep një mundësi tjetër Partizanit për provuar. Futet në pozicionin e rregullt pra, dhe Karina. Nejt Banushi spostohet në krahun e djathtë. Gugalli, Banushi. Duhet një sforcë nga të gjithë. Karina është më e avancuar, do të tregohet kujdesshëm. Banushi godet, është lehtë qendrore. Ky top në thellësi. Kërkohet Karina, ndërhyn doj. Nuk ka më kohë, mbyllet këtu ky takim i javës 22, pa fitues. Por çfarë emocionesh